Arrestohet ish drejtori paraburgimit në Vlorë Zambak Gjoni. Ish drejtori paraburgimit të Vlorës Zambak Gjoni ndodhet në burg i arrestuar që prej 2 ditësh. Masa e sigurisë arrest me burg është konfirmuar këtë të premte nga GKK, edhe pse arrestimi i tij është veshur me mister. SPAK dhe policia nuk kanë dhënë njoftim mbi këtë rast dhe mbrojtja e të arrestuarit shprehet e rezervuar për të dhënë detaje. Mësohet se për dosjen ndaj Zambak Gjoni ka vendim mos publikimi, fakt që jep më shumë rëndësi arrestimit të tij sipas mediave. Kujtojmë se Zambak Gjoni gjatë vitit kaluar denoncoi ministrin aktual të brendshëm Ervin Hoxha për shpërdorim detyre lidhur me një ndërtim pa leje në Shkodër. Ai pretendonte se subjekte të krimit organizuar kishin ndërhyrë tek IKMT, që në atë kohë drejtohej nga Hoxha për të mos prishur objektin. Gjoni ka qenë deri para disa kohësh me funksion drejtor inspektimesh pranë këtij inspektoriati.